Kjo Dian Reçi, avokat, është në mua sa i përket pushimeve të hetimeve për ish kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike Jonaid Mëzyri. Zotë Reçi, kënaqësi që ju kam në këtë lidhje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Një vit hetime dhe spaku i drejtohet gjykatës për të mbyllur çështjen për ish kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike Jonaid Mëzyraj, akuzuar për abuzime me tenderat. Çfarë ka ndodhur specifikisht për ta shpjeguar për publikun e gjerë? Atëherë, për ta shpjeguar pak për publikun, sepse faktikisht të çështjet e prokurimit publik janë çështje shumë teknike. Saqë edhe grupi juristëve dhe avokatëve që janë specializuar në këtë veprimtari ligjore specifike, numri është pak i reduktuar. Sepse në opinionin publik gjithmonë krijohet një lloj përshtypje se këtu gjithmonë ka korrupsion, gjithë tenderat merren me lek dhe gjitha këto lloj insinuacione që përdorin njerëzit. Por e vërteta faktikisht është pak më ndryshe. Ditë them se problemi këtu është problem ligjor, problemi se si janë ndërtuar ligjet në Shqipëri dhe efektivisht edhe mënyrën se si zbatohen. Ne sot kemi ligj për prokurimin publik. Dhe ligji për prokurimin publik ka krijuar disa mekanizma. Pra, meqense çështja është shumë teknike, unë po e parafrazoj. Ne kemi një institucion që quhet autoriteti që bën tenderin, autoriteti kontraktor. Te ky autoritet kontraktor futen subjektet pra gjitha shoqëritë, operatorët ekonomik që marrin pjesë për një tender. Dhe qëllimi që është i vendosur ligji ka disa parime kryesore. E para punës, duhet që të kursehen në maksimum lekët e shtetit. Pra efikasiteti i bërjes së një pune publike, që është e para. Nga kjo udhëhiqet institucioni në momentin që bën tenderin. Na rezulton që 1 në 6 tendera, sikurse del edhe nga statistika, të ketë ankesa. Dhe ankesat ndodhin zakonisht vetëm kur nuk merren vesh palët me njëri tjetrin, sepse ne mund ta them me bindje të plot që sot operatorët ekonomik, pra gjitha kompanitë ose kompanitë që lidhen në mënyrë indirekte me njëra tjetrën ose direkte, i parasaktojnë se cilët do të jetë fituesi i një tenderi. Dhe vetëm me tendera që mund të jenë shumë specifik dhe me interesa shumë të mëdha, aty fillojnë edhe përplasen palët. Problemi ligjor që ndron rastin konkret ka të bëjë me faktin se ne përveç këtij autoriteti pra që bën tenderin, kemi Komisionin e Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik është, le të themi, një tip institucioni hierarkik i cili shfuqizon vendimet ose procedurën e parregullt që ndjek një institucion. Normalisht nxjerr dhe udhëzimet e veta edhe këto me radhë. Ndërsa në rastin konkret i zotit Mëzyri, që është faktikisht një nga ndër specialistët më të mirë për shkak të përvojës disa vjeçare në fushën e prokurimit publik, kryetari i Agjencisë Prokurimit Publik. Dhe ligji këtu ka krijuar një farë dy kuptimësie, sepse mbi vendosen paksa kompetenca që ka Agjencia e Prokurimit Publik me Komisionin e Prokurimit Publik. Dhe cila është ajo vija ndarëse që të bëhet e mundur ndarja e kompetencave se ku i shkon një institucion dhe ku i shkon institucioni tjetër. Sepse të dy institucionet kanë drejt të nxjerrin udhëzime, të dy institucionet kanë drejt të bëjnë dokumenta standarde të tenderit, dy institucionet kanë drejt të ushtrojnë kontroll. Por më tepër që agjencia ushtron kontroll edhe në rastet kur nënshkruhet ajo kontrata që nënshkruhet me subjektet përfituese, ka drejt të ushtrojë kontrollin. Po ashtu edhe rastet kur dështojnë, se ka pak raste që dështojnë procedurat e tenderimit. Gjitha këto janë fokusin e agjencisë. Tani meqense është krijuar ky lloj mbivendosje kompetencash, natyrisht është krijuar një perceptim publik se kemi të bëjmë me çështje penale në gjitha rastet. Jo pa qëllim, po të kemi qenë vëmendshëm, është diskutuar vitin e kaluar që të hiqet në kodin penal, të depenalizohet vepra penale e shkeljes barazisë në tendera. Sepse është një dispozit penale faktikisht në pikpamjen juridike, unë flas si avokat, nuk flas si popull. Populli thotë që këtu vitet dhe këtu bëhet. Pra perceptimi për korrupsionin në Shqipëri është më tepër perceptim se sa është i vërtet. Dhe meqense është kështu, atëherë po fjalë që depenalizohen sepse nuk ka njerëz që ofrojnë që të punojnë në fushën e prokurimit publik. Dhe kjo është një këmbën alarmi dhe e menduan se kjo mund të bëhej nëpërmjet inteligjencës artificiale, por gjithsesi edhe kjo ka ato problematikat me vete. Tani dalim tek rasti konkret. Rasti i zotit Mëzyri, pra e akuzoi sepse një nga subjektet që ishte pjesëmarrës në ato ankesat kishte dokumentet falsifikuara për shkak se ishte ankimuar një subjekt tjetër. Dhe subjekti që ishte përjashtuar bëi fjalë vetëm për përjashtimin ligjor, që është oferta anomalisht e ulët. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thotë se në një tender publik ku marrin pjesë disa kompani, është vendosur fondi limit. E supozojmë që fondi limit është 1 milion euro që të bësh të investimin. Nëse një nga kompanitë
dëshiron me se s'bën që të marrë tender, ai jep një ofertë anomalisht e ulur që është nën 20% vlerës. Pra ai thotë unë e bëj me 800.000 euro. Ndërkohë, nga mënyra se si institucioni i ka hartuar të dokumentet standarde të tenderit, për saktimit që ka bërë ai më përpara, na çon një përfundim tjetër që kjo punë nuk mund të bëhet me X lek, por do të bëhet me Y lek. Edhe për këtë qëllim ai ankohet sepse thotë unë do ta bëj më mirë. Tani, duke pas parasysh kriteret e ligjit që ka të bëjë efikasitetin e bërjes punës një, por ka të bëjë edhe me cilësinë e bërjes punës, sepse ne ankohemi si përdorues për shembull se kjo është e ndjeshme tek rastet e rrugëve. Është shumë e ndjeshme sepse ne gjithëmi përdorues rrugës edhe bëjmë gjithmonë komentin që kjo rruga është me standard dhe me cilësi tulet. E duke qenë si e tillë, vendoset ky lloj dy kuptimësie midis veprimeve që do të bëjë institucioni, efikasitetin nga njëra anë, por dhe garën e ndershme nga ana tjetër. Tani do të kemi parasysh edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Kjo është problem ligjor, sigurisht e thash për shkak të vendosjes kompetencave. Problemi i dytë ka të bëjë me faktin se ligji shqiptar ju ka dhënë të drejtë institucioneve që para se sa të bëjnë një procedurë tenderimi, të bëjnë edhe konsultimet me operatorët përkatëes. Fjala vjen, është për të bërë një lloj tenderi i cili nuk ka qenë i bërë më përpara, ose për shembull mund të ketë blerë një pajisje të caktuar. Dhe institucioni ka drejtë që të bëjë studimin e tregut, pra të konsultohet me operatorët ekonomik, me gjitha shoqëritë që ofrojnë këtë lloj pune dhe harton dokumentet që mund i duhen, harton shpenzimet sa mund duhet edhe mënyrën se si të bëhet mandej edhe garancitë që i ofron pasi ka përfunduar puna. Tani çfarë ndodh zakonisht në praktik? Zakonisht në praktik ndodh që për efekt cilësisë së punimeve, institucionet bëjnë pak le të themi pak një sy të verbër dhe një vesh shurtë sepse tentojnë të anashkalojnë procedura të tjera me rastin fator. Kemi pas shumë raste që gjatë periudhës pandemisë, gjatë periudhës tërmetit, shumë punë publike filluan që t'i lije faj pra faktorëve natyror, në mënyrë që mos kishte përgjegjësi, se kjo bëhet kanë kuptimin ligjor. E në fund ditës ndodhi para tani një situatë që kush e ka gabim? E ka gabim KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, që bëri një procedurë hetimi dhe konkludoi që këtu ka abuzim me fondet e shtetit, apo nuk kanë qenë provat mjaftueshme nga ana e SPAK-ut për të bërë të mundur për të dërguar para drejtësisë. Tani me gjykatën, domethënë si vijon, KLSH-ja thot ka prova dhe kemi gjetur prova për dyshime për abuzime, prokuroria e posaçme thot ne nuk kemi dyshime për abuzime, si vijon çështja? Tani, meqense është bën ndryshimi i kodit procedurës penale në vitin 2017, do duhet që në momentin që regjistrohet një çështje penale dhe bën hetime nga prokuroria, e vetmja mënyrë për ta mbyll, pra si quhet në jargonin për ta mbyll, është gjykata që i vendos vulën. Pra nuk e ka më kompetencën prokurori që ta mbylli vetë çështjen, por i kërkon gjykatës, i sugjeron që mbas të hetimeve që un kam realizuar, mbas të provave që kam mbledhur, nuk më rezulton që të kemi vepër penale. Dhe problemi është që në rastin konkret kjo vepër penale është shumë e vështirë për të vërtetuar. Unë ta them nga pikpamja e juristit dhe avokatit. Pra shkelja barazisë tender kërkon që ti t'i bësh me vetdije të plotë ato. Po ta jap një shembull të thjeshtë. Ku mund të kemi një rast tipik të shkeljes barazisë tendera. Supozojmë që ne të bëjmë një rrugë, rekonstruksion një rruge, dhe dihet zakonisht se cilat janë dokumentet standarde të tenderit. Për shembull, nëse institucioni do që të bëjë favorizimin e një subjekti të caktuar, për shembull mund vendos si kriter në tender një dokument i cili nuk ka lidhje. Fjala vjen, nuk ka fizikant në përbërje të punojësve të tij, ose nuk ka një person si të ketë studuar për fizikë kuantike. Dhe këtë e bën për shembull që mund ta ketë vetëm një operator ekonomik, pra një kompani e caktuar, dhe kjo bëhet me qëllim favorizimin e tij. Sepse po bën diskriminim dhe po vendos ca standarde që normalisht nuk janë nevojshme për kryen e kësaj pune, ama bën për qëllim favorizimin. Tani në rastin konkret nuk na rezultoi që firma e cila ka fituar tenderin dhe ka bërë punë publike të jetë favorizuar nga ana e institucionit. Dhe përsa kohë që nuk ka dalë ky element, atë është shumë e pamundur që ti të vërtetosh shkeljen e barazisë në tendera. Duhet të kemi parasysh që jo çdo lloj shkelje nga pikpamja e shkeljes administrative që mund quhet detyrimisht edhe shkelje penale. Kjo është një vindarse shumë e thjeshtë, shumë e vështirë që juristët e kanë pamundur ta ndajnë. Deri ku shkon shkelja administrative dhe ku shkon shkelja penale. E kanë bërë palet nga pakujdesia, e kanë bërë se është çështje e diskrecionit që ka, pra diskrecionin që ka autoriteti për të bërë një tender të caktuar, edhe këtu lind gjithmonë ai
lufta që ka midis autoritetit nga njëra anë, pra shtetit që bën tenderin, sepse mendon që mbas ligjit ka diskrecion, pra të veprojë në mënyrë se ai është më të dobishme, dhe nga ana tjetër kemi edhe shoqëritë që marrin pjesë në tender që thonë ne po na cënohen drejtat, sepse ne po diskriminohemi për një shkak se nuk e kemi një filan dokument. Dhe rasti konkret ka qenë bëhet fjalë për dokumente falsifikuara. Dhe për këtë, me çka kam dëgjuar edhe ditën e djeshme, na rezultoi që është bërë një ndarje, është bërë me fraksione për të hetuar lidhur me veprime të tjera. Pra, në rastin konkret, ose do vërtetosh që këtu ka korrupsion dhe janë paguar lek për të fituar të tender, ama që të vendosësh një pozitë pa barabartë vetëm për faktin se ndiqet një procedurë administrative, unë mendoj që SPAK në rastin konkret e ka parë me pak objektivitet. Nga pikpamja e lajmit publik ka bërë shumë bujë, sepse është në ato raste të rralla që prokuroria e posaçme, pasi e ka marrë një person të pandehur, sepse në statusin ligjor sipas kodit procedurës penale marrë pandehur je person që të zhvërtetu akuzat sipas prokurorisë dhe e gati që të dërgojnë në gjyq. E qartë, po kemi pasur raste të tjera nga struktura e posaçme kur gjykata e ka rikthyer për hetime të thelluara. A mund të ka raste a lë vend? Po. Ja, SPAK normalisht pra prokuroria ka të drejtën të marrë të pandehur, sepse thotë unë me provat që kam mbledh, ti je person që dyshohet se ke bërë një vepër penale. Po. Dhe pasi e ka marrë të pandehur, zakonisht e dërgon çështjen në gjyq. E ndryshe është kur ta kthen gjykata, pra kur ta kthen gjykata, pra SPAK ka thënë gjitha rastet ma çon gjyq këtë personin sepse për mua është fajtor. Dhe gjykata ka vlerësuar që të bën raste për të plotësuar hetimet. Ndërsa këtu e ka marrë vetë pandehur dhe pasi ka bërë hetimet shtesë, se mënyra se si ka ecë kjo çështje, pasi janë angazhuar edhe personalisht i njëri i mirë ligjit zoti Myzyri, cilën e kam njohur edhe personalisht, faktikisht nër ekspertët më të mirë që janë konsultuar në vazhdimsi. Ama për rastin konkret, për sa kohë që bëhet fjalë që këtu bëhet fjalë për dokumente falsifikum, që institucioni ka të pamundur të vërtetojë nëse një dokument është i fals apo jo, atëherë këtu lind gjithmonë përgjegjësia. Po a mundet të shërbej kjo si rast precedenti atëherë për antarët e KVO-ve apo për rastet e shpërdorimit të tyre zyrtarëve të lartë për shkeljen e barazisë në tendera, si precedent nga ana e SPAK-ut për çështje të tjera. Kemi zyrtarë të tjerë të cilët ndodhen përballë së njëjtës akuzë. Ja përballë së njëjtës akuzë sepse Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, që quhet ndryshe, është një përbërje SPAK-u për 3 antarësh. Kjo një institucion vendos për vlerësimin e ofertave. Edhe aty është momenti që bëhet abuzimi më i madh. Sepse nga mënyra se si ti e vlerëson ofertën, ti e vlerëson ofertën kundërshtim me ligjin. Pra nëse ti do të bësh një tender ose një punë publike e cila me kaq lek e dëmton buxhetin e shtetit, ti për shkak një urive posaçme ke si antar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ti do të vlerësosh midis dy kompanive që kanë bërë, thonë bëjmë një dëm punë dhe unë e bëj thotë me më shumë lek sepse bëhet më mirë, unë e bëj me më pak lekë, thotë edhe unë po bëj shumë mirë, atë këtu kemi që lind përgjegjësia penale, sepse ti me vetdije i na shkalon këto. Pra nuk mund të japësh një tender një shoqëri që ta bën për 1,5 milion euro, ndërkohë që është një tender që ta bën me 1,200,000 euro. Dhe këtu është abuzimi. Në rastin konkret tu nuk bëhet fjalë për vlera monetare. Pra, nuk ka të bëjë me mënyrën se si është vlerësuar ofertat e rasti i zotit Myzyri. Bëhet fjalë për mënyrën se si agjencia në mjet udhëzimeve ose me mosmarrjes masave të caktuara i kanë dërguar personat për ndjekje penale. Pra, jo për shkak të vlerësimit konkret. E shohim rast pas rasti dhe ky rast nuk përbën precedent. Eksakt. Kjo është. E qartë. Ndalemi pak tek një deklaratë e kryeministrit i cili thotë se korrupsioni është çështje perceptimi në Shqipëri dhe prokurimet janë përmirësuar, shkeljet janë minimizuar. Në gjykimin tuaj, a ka ndikuar kjo deklaratë e kryeministrit tek institucioni SPAK-ut? Atë përta shikojmë deklaratat politike pasi ka dalë lajmi, ka qenë vetëm ditën e sotme që u njohur me përcjelljes së insertit tuaj, dhe më rezulton që nuk është plotësisht e vërtetë. Se po të jemi pak vëmendshëm, gjitha lajmet që qarkullojnë si është e mundur që vetëm personazhet e botës krimit janë përfshirë në fushën e tenderave publike. Dhe skandali i madh që ishte edhe me Akshin nuk është se ishte krejt e paqëllim. Pra është në mënyrat më të mira, unë e them si avokat, si jurist, në mënyrat më me pak rreziqe, në aspektin e pastrimit të parave, që ti të merresh me tendera publik. Ajo ka rreziku më të vogël. Kjo është e para. E dyta, përfshira kryesisht në sektorin e pasurive të palujshme. Dhe bota e krimit sot
është e udhëhequr drejt këtyre dy sektorëve. Një, tenderat publik dhe e dyta në fushën e pasurive të paluajtshme, kryesisht tokat e lakmuara në Bregdet. Sepse rreziku që buron është më i vogël se sa të merret me aktivitet në fushën e shpërndarjes së drogës, blerjes së drogës. Dhe po të thrasim pak memorin, u bë vite që në poshtin e Durrësit, në portet kryesore, nuk na figuron që të jetë kapur sasi të mëdha të lëndës narkotike kokainës. Pse ndodh kjo? Sepse rreziqet janë shumë më të mëdha. Ama duke u marrë me tendera publik personazhet e botës krimit, rrezikojnë më pak dhe përfitimet leku është më i ligjëruar. Ama nga ana tjetër, nuk mendoj që mund të kishte ndonjë efekt deklarata e kryeministrit për sa i përket për të marrë me zotin Mynzyr. Nuk e paramendoj këtë, kur marr parasysh që ka subjekte të tjera që janë aty në prokurori që nuk ka arrit dot që t'i bëjë avokat. Nuk mendoj që ka ngelur që t'i bëjë avokatin kryeministri një institucioni të caktuar. Ama për çështjet e perceptimit, unë e them që korrupsioni është perceptim në Shqipëri, ama edhe aq fushë me lule nuk më duket që të jetë, sidomos në fushën e tenderave publik, ku ne shohim dita ditës për shkak të ankesave që kanë operatorë me njëri tjetrin, sepse ja din gjithë hilet njëri tjetrit. Dhe na ka rastisur jo pak raste që janë dy shoqëri që kanë marrë të njëjtët punonjës për fituar një tender. Domethënë, interesat janë aq të mëdha, por vëmendja publike, nga që është një fushë shumë teknike, populli nuk e kupton. Dhe populli i bën sehir vetëm aty momenti ku njerëzit hynë dhe dalin nga dera e spakut. Dhe aty mendojnë që personat u dënuan ose personat janë fajtor. Ama unë mendoj që këtu këmbana e alarmit është çështje ligjore. Pra duhet një ndarje e qartë të kompetencave midis Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Komisionit Prokurimit Publik. Mandej, për çështjet e abuzimit, po edhe informacioni i fundit është që ne sot kemi një agjenci e cila që është e është agjencia e blerjeve të përqendruara. Pra në mënyrë që ne mos i lëm hapësirë për abuzim shumë institucioneve, atëherë i mbledhim gjitha këto dhe është bërë me këtë qëllim. Ama na rezulton që për shembull ke tenderat e uniformave të policisë së shtetit, meqenëse u bë tek blerjet e përqendruara, na rezulton që të ishin me shkelje të rënda të ligjit. Po aty ishin probleme kriteret teknike. Pra, kriteret teknike çfarë do thotë? Unë do të përdor këtë, do blem të copën rrobës, e cila do të jetë me këtë lloj përbërje dhe do ketë lloj çmimi. Në rastin konkret ishte blerja një materiali më të dobët me një çmim më të lartë. Dhe persona shkolla do deklaruar fajtor. Tani, sa vullnet ka politika për ta zgjidhur këtë çështje të prokurimit publik, unë mendoj që nuk ka vullnet politik. Për vetëm arsye sepse gjatë gjithë fushatave elektorale, gjithë angazhimet e botës krimit nuk bëhen se kanë interes të marrin një vend pune. Po, vendet e punës i marrin për vendos personat e tyre, por kryesisht tek fusha e prokurimit publik. I marrin punët publike sepse legu është i sigurt, i marrin tek shteti. Kjo është ajo që e mendoj dhe e vlerësoj nga pikpamja ligjore dhe politike. Avokat, faleminderit, të përshëndes. Ju faleminderit juve, përshëndetje.